Përshëndetje miq, të bëjmë pak muhabete tani. Po do thoni ju, edhe ti o grua nuk e pun tjetër, do të bësh muhabete, video, e më the të thash, sa pun kam unë, shumë pun kam. Sot unë ngrita që në mëngjes, as do bëj këtë, do bëj atë si përfundim, Eli s'ka bë asnjë gjë, vetëm Miravatri që jam ulur tani dhe po bëj muhabet me ju. Por sot më pëlqeu ecja në natyrë, hëngra dhe mënafera, shijova natyrën. Kisha kohë që nuk ecja në natyrë, pak problemi me mesin, me këmbën, siç e kam thënë, dhe ta dini juve tani po postoj këtë video në jam bllokuar kur do e marr vete. E do bëjmë pak muhabet. Ja 2 orë eca sot e pastaj futa në qytet. A e dini juve që unë kam kaq vjet, kam ardhur 120 vjeçe këtu te ky qytet dhe nuk di rrugët e qytetit si quhen. Unë di rrugët që shkoj në punë, kur kam shkuar në punë, rrugën e qerdheve të fëmijëve, rrugën e shkollave, rrugën ku blej bukur, rrugën e pazarve, asnjë gjë nuk di. Unë tani avash kam kohë dhe po i zbuloj edhe qytetin. Kur kam punuar tek një zonjë, më kujtoa sot, ka qenë një zonjë e madhe kjo, zonja, ishte goxha, ishte 80 vjeçe. Edhe më thoshe gjithmonë Eli, po ti nuk e njeh qytetin? Tu po freskoj pak këmbë, tu i ftoft, kënaqesh, këtu shumë bukur, Jo, i them unë, por njeriu kur del ta shikoni çik vitrinat ta. Dhe dilja unë me këtë zonjë që ndalon të vitrinë. Unë nuk kam kohë, i thasham, jo, po njeriu edhe nëse nuk blen diçka, shiko për qef. Dhe sa herë më kujtohet fjala saj të ndalojnë e njërë në për vitrina tani se tani fëmijët arritur kam kohën çik më shumë. Dhe mi gjithmonë që më duket habi e madhe, po them se nuk jam e vetmja. Ju e dini shumë mirë emigracionin kur vjen fillim punon nga mëngjesi darkë ul kokën dhe nuk shikon as vitrina e nuk të bi mendja të shikosh as vitrina dhe as gjë tjetër, vetëm punë shtëpi punë. Kjo ka qenë jeta. Por tani rriten fëmijët dhe ke kohën çik më shumë. Edhe se koha këtu na mungon, gjë që na mungon e kushte kemi, po koha mungon me gjithmonë, se duhet të punosh, të jetosh. Kështu që na njëherë unë e gjej kohën dale dhe shijoj, por nuk është jeta kështu siç duket në video. Videot edhe gatimet e recetat janë pasionim, por kohën mundojmë që ta gjej dhe ta ndaj bashkë me ju. Për sot kaq kisha, ju pres në komente. Sa si puna ime, e njihni qytetin ku jetoni apo jo? Unë akoma jo, kam shumë punë. Dhe dua akoma shumë kohë që të mësoj rrugët e qytetit tim dhe si quhen e qyshe tek. Ju përshëndes dhe një javë sa më të bukur të gjithëve. Ciao, ciao!